إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na begatoi dhe na veçoi dhe na lartësoi, ku na bëni pjesë të fesë së lartësuar të Tij, fesë së zgjedhur të Tij. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta nxjerrë dinin e Tij në zemrat tona deri në frimarrjet e fundit. Pra vëllezër të ndershëm, sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'ja përgjigjemi një pyetjes: pse Islami nuk mboshtet kurrë? Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Mos u lëgështoni, mos u dobësoni, mos u brengosni, mos u trishtoni, nga se ju jeni më të lartit me një kusht: nëse ju i përmbani festa për zgjedhur të Allahut Azza wa Jall për derisa jeni besimtar. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Imam Tabarani Mu'jamul Kabir, ku këtë hadith Sheikh Albani e konsideron nga hadithat e mirë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgëzon e këtë ummet me lartësi dhe me ngritje, dhe përgëzon e me ndihmë dhe përfaqësim dhe mbizotërim të tokës. Qase Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'ani i Kerim: huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al mushrikun. Allahu Azza wa Jall ka dërguar pejgamberin e Allahut me një mesazh të lartë. E ka dërgu Allahu Azza wa Jall pejgamberin e Allahut me udhëzim dhe me fe të vërtet. Pra thot Allahu Azza wa Jall: ai që e bën të vërtetën është nga dhënjes. Atë pejgamberin e Allahut të dërgoi që të ngadhnjen mbi gjithë fet e devijuara, mbi gjithë fet e manipuluara, edhe pse këtë nuk e dëshirojnë të ndëgjojnë ja besimtarë dhe idhujtarë. Pra vëllezër të ndershëm, për atë thonte Ibn Qayyimi: fe Allahut Azza wa Jall asnjëherë nuk mboshet. Fe Allahut Azza wa Jall asnjëherë nuk përshtatësohet, o janë ata të cilët mboshten ata që e braktisin fen Allahut Azza wa Jall. Dhe thoni Ibn Jauzi se batili dhe pavërtetës ka mundësi të mbijetojë përhershëm, nga se mbijetesa e padrejtësisë nënkupton se e vërteta të zhduket dhe nuk është prej sunnetit Allahut. Mirë po ka mundësi që e vërteta të ligështohet, vëllezër të ndershëm, që të sprovohet dhe që të ngadhnjen, dhe të që të regon Allahu Azza wa Jall fuqin dhe ndihmën e Tij e premtuar se Allahu Azza wa Jall do ta lartëson këtë fe.
Pa thonë të Imam Ahmedi se fe Allahut Azza wa Jall ngritet në supët e burrave të sinqert në fjalë dhe në vepra. Dhe fe Allahut Azza wa Jall i kështohet në përmes gjuhave dhe veprave të hipokritëve dhe munafikëve. Pra të leo të ndërshëm ka mundësi që feja për një etap të dopsohet, ama nuk shohet drita Allahut Azza wa Jall. Kasë Allahu Azza wa Jall këtë fe ka quaj të dritë që nuk shohet as njëherë. Ajo nga dhënjen me mu dhe me ti apo me ne dhe pa neve. Kasë Allahu thot në Kurani Kerim yuridun liyutfi'u nur Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun. Ata dëshirojnë që ta fikin dritën e Allahut Azza wa Jall, komplote dhe pa drejtësin të një pas njësh me mirë, po Allahu Azza wa Jall do të plotëson dinin, do të plotëson dritën e ti, si do të plotëson dritën e vetë ka tregu pejgamberi Allahut, me një hadith që e kanë nxjerrë Ibn Hibbani dhe Imam Ahmedi, se thot pejgamberi Allahut se fe Allahut Azza wa Jall ka me depërtu dhe ka me arrit ku ka arrit dita dhe nota, s'ka me lon Allahu Azza wa Jall ndërtes, qytet, shtëpi të ndërtuar me tulla, apo qovë dhe qadër në mal në skaj të botës, vetëm se Islami ka me dëpërtu në këtë vend, bartit e Islamit ata të cilët e përhapin dinin Allahut, janë njani prej dyve, ose krenohet me këtë din, pra janë thirësat që krenohen me këtë fe. Po me që ditëshme është dhe ata të cilët të nëtojnë të mposhtin dhe të luftojnë këtë fe, pa të drejtën e pat një djetar, i cili unda frik prej kësaj dënjaje, i cili thonë të se Islami si kurse topi gomës, sa her që të mshohet më fuqishëm atë shumë ngritet më lartë. E kuptohat pse Allahu Azza wa Jall ja mundson mizorëve, të pa drejtëve, zullumqarve që të shkelin mbi Islamin, nga se Allahu Azza wa Jall do të don që të lartësohet fe Allahut Azza wa Jall, pse nuk poshtet fe Allahut Azza wa Jall, cilët janë sekretet dhe faktor që Islami s'ka mundësi, jo që të poshtet, po Islami vledhët të ndërshëm ditët në vjehim, do tjetë ekuilibri i cili përmban bashkëbar peshën ekonomike dhe politike të mbar botës, do të shifni se Islami a sistemi zgjidhjes e problemit të mbar botës, ashtu Allahu Azza wa Jall si që morë përsi për këtë sistem të mbikëqirë dhe të ruan, për këtë arsye vledhët të ndërshëm, Islami nga dhënjen nga se është fe e përzgjedhur prej Zotit, është fe përzgjedhur prej krijuesit të botës. Pra të Allahu Azza wa Jall këto jetë kur e zvriti, ata të cilin kishin inteligencë dhe kuptonin në atë kohë dhe që futët të cilat e shiqin shoqëronin muslimanët në qytetin e pejgamberit Allahut, njëri prej nga ato erdhte Omer ibn Khattabi dhe publikoi atë të cilën e kishte në gjoksin e tij dhe përmbajshin që futën në gjoksat e tyre, ku Allahu tregon se mos përkraja e fesë Allahu që shkohen e nga merit Allahut, nuk ka qenë për çkak mungesës e njohurisë, mirë po ka qenë për çkak xhelozisë, për ata që e publikoi atë që e pat në zemër dhe i tha Omerit, neve që futve në bazvritën në veçëm një jetë, jo që e keni në librin tuaj në atë ditë do të shpallshmi atë ditë festë. Dhe Omeri e pyet dhe thot për cilën jetë e ke për qëllim? Thot Allahu Azza wa Jall, el-jawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë kam plotësu fen tim. Ardhe pejgamberit Allahut ta zhvula pejgamberëve sa është plotësu fe Allahut Azza wa Jall. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe i plotësoa begatitë e mia ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina, dhe jam unë i kënaqur që fen islame për zgjedha, fe të vetme të pranum tek unë, dhe juve ju stolisa ju nderova me ta. Thonë të Imam Malik, ajeti më madhështor që ka zbrit në Kurani Kerim,
që Allahu i përmend mirësit e tij ndaj robëve të vet, është kjo ajet, nga se Allahu azza wa jall na tregon se begatin madhështore që e përzgjedhi për njerëzimin është feja Allahut azza wa jall, feja islame. Thonë të Katade në komentin e këtij ajeti, ku Allahu thot e kam plotësu fen, thonë të Katade, pra feja është e plotësuar, s'ka nevojë të që të shtohet diçka në ta. Let në dëgjojnë me vludaxhit, let në dëgjojnë dhe ata të cilët pretendojnë se kelimetu shahade i shkon të vdekur, e neve na quajnë gjismë hoxhallar. Let në dëgjojnë të gjithë bidatxhit, se feja Allahut është e plotësuar, s'ka nevojë diçka që të shtohet në ta. S'ka nevojë diçka që se ka bo pejgamberi Allahu dhe shokët e pejgamberit Allahu që të shtohet në ta. Ai cili pretendon se ka diçka e mirë që i mungon kësaj feje, thot Imam Malik, ai cili pretendon dhe mendon se ka bidat të mirë në fejen Allahut azza wa jall, dhe unë jam i vetëdijshëm për këto matrapazat të cilët në dalin ko pas kohë, që të le pretendojnë se kjo qka ka të keqe në ta, na po i tregojnë pe këtë mimberit pejgamberit Allahu, se bidatit e Allahu azza wa jall është ma i keq se gjunaj, dhe kësaj fjale unë i qëndroj pas, a ka ma të keq se me akuzu dhe me i qitë biftan pejgamberit tanë. O me vludaxhin dhe jo, a ka ma keq se ti me i thonë pejgamberit Allahu, se unë po e bajnë diçka që ti se ke bo, a më kjo ka qenë e mirë, ja pra ti se arrite me bo. Pa thënë të Imam Malika, i cili pretendon se ka bidat të mirë në fe, është njani prej dyve, do e mos nënkupton se pejgamberi Allahut e ka tradhtu fen, ka se Allahu tregon se kam plotësu në fen, mirë po pejgamberi Allahut nuk në ka tregu krejt, pra kam mshet diçka pi fes, që të vinë këto bashkohor që të në tregojnë se kjo e mirë, pas ka qenë prej fes, amo që mjerisht se pejgamberi Allahut se pas ka dit, ndërsa pejgamberi Allahut thot janë une jam ma i ditër për Zotin tim, une jam ma i ditër në fen time, une jam a i mësuas i njerëzis, për ato vletë të ndëshëm. Kure po pejgamberi Allahut disa fletushka të omdorën e Omerit, tha ja Omer qka janë këto fletushka, tha ja Rasul Allah, tha i dime janë disa fletushka fjallë të mira që mi thanë që i futët, i registrova që ti mësoj, tha pejgamberi Allahu vledhe të ndërshëm, ndëgjon e tha, ai që ka ndëgju për ardhjen time, qoftë qifut, qoftë krishter, dhe vdes pa mbesu mu dhe pa mpasu, do tjerë pej banorëve të zjarit, me një transmetim i tha pejgamberi Allahu, ndëgjoja Omer, o ju të cilët, pretendoni se ka bidat të mirë, ndëgjoni dhe jo, tha Musa a.s. pejgamber i madh i Allahut me pas qenë gjallë, dhe nuk më ndjek të mu dhe nuk i mirë të mësimet e mija do të ke qenë nga banor të zjarë. Ati që i lipi, që i zbriti të vërat, aj që i komunikoj me Zotin e vetë, aj që Allahu e përzgjodhi dhe e boni nga pejgamber të mëdhej, pejgamberi Allahut vleot të ndërshëm e pohoj dhe tha, s'kam lonë sen që juve ju afron qënët, vetëm ju kam njoftu, dhe s'kam lonë sen që ju e largon prej zjarmit, vetëm ju kam informu. E që ka ngellë në fenë Allahu të shbeshtu, dikë bëbaqim, mule hoxhallar të bimledh me i të ku, kellet me të shahad. Kjo kelime të shahad dhe vleot të ndërsëm, 72 herë mi ledzuan, si shna bat me tradit, kjo tradit e shijeve të Iranit. Kjo tradit e dërvishve të cilët e financojshin Bashkinë Islame me një konë Sarajev dhe të ndojshin që të kenë dominim në Balkan, si pretendojnë edhe sot e kësaj dite, të ngjajshëm me ato disa endat sak, disa rogaxhit të cilët sot vajtojnë dhe qajnë nga se po frigën se kanë me të jetim nga se Irani do të zhduket, do të shpatullohet shumë shpejt, e valna në cilin karavan do t'i bashkan gjitemi, val Potinja do të bojë rahmet që të në more, apo do të në more India apo Kina,
A do të na financove neve si gazetar, neve si hoxhallar, neve si të manipuluar para vëllezër të ndershëm. Imam Malik tha i që pretendon se ka të mirë në fenë Allah, dhe pejgamberi Allahut sa gjitë në ta, sahabat nuk e gjenë në ta, do e mos në nënkupton dhe kamera me një ndek, pej dje ndekëve. Ose ka me përgjenjeshtru fjallën Allahu që i ka thonë Allahu el jevme këmeltu lekum dinetukum. Sot e plëtsova fenë të uaj, mirë po njimi vlodaqina del të tje sa plëtsu se me vlu disa për me. Jeja sa plëtsu për çkak se talkën isa për me. Jeja nuk a plëtsu për shkak se keni me të shahade këtë kelime me i bo. Të vdekre nuk a përmen pra Allahu po gënjen. E nëse thot ja Allahu në rujt Allahu nuk gënjen, atër pejgamberi Allahut pas ka të rëthu fejnë e ti nuk e pas të ka përcel që duhet. E more qiqan i cili e ke Mikail Taleben bankat e titës, i cili ka të ndu me onë të me vludit dhe qelimës neve me në lonë qatë gjendje si që kemi qenë. Edhe ma shumë jemi gëzu për Shinxherxhin vëllezër të ndershëm se për Ramazanin. Ma shumë kemi shku në për teqe se sa në për xhamia. Ma shumë na kemi hecën në për faltor se sa kemi hecën në për hoxhallar. Na po ma shumë na kemi besuan në faltor dhe magjistar se sa i kemi besu fjallës Allah. Shërimin shpirtëron nuk e kemi li prej Kur'anit, po na jemi dëshmitar që baballar ton dhe sërgjishët ton, jo për në nënversim, po për shkak pipadijas, e në veçanti atyre papagallëve të cilët gjisëm hoxhallar të cilët sot e kësaj dite tentojnë neve të shesin mend dhe thunim kënoni me vlut se e keni rallu, mos i ngoni këtë gjisme hoxhallar, ndërsa këto hoxhallar e plotësuar janë të cilët i shoqërojnë edhe priftrin që kallin qiri bashkë me to. Janë ata të cilë përshëndetin dhe ndalen në për intervista me gra lakuriqe. Janë ata të cilët në përfajtsojnë dhe i qujnë vetën mufti, e marton gjallin e vetë, e marton në vajzën e vetë, kanë këtarë sjellën për atë tyre, edhe i në horën e parë, këto janë ata hoxhallart e plotësuar, ndërsa gjisme hoxhallart janë ata të cilët e kanë gjerë dhe kanë mësu fejën e tyre nga Kur'ani dhe Sunneti, që tentojnë që të shpëtojnë ummetin e pejgamberit Allah, që kanë bartë në supat e tyre manetin e pejgamberit Allah, dhe nuk dojnë dalin për Allahut faqezi, dojnë që të dalin e manet gji, dojnë që të shpëtojnë vetën e tyre dhe popullin e vetë. Mirë po si që ka thonë poeti arab, leuna dhejte hajjen le gjabet, walakinneke tunat, ولكنك لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخته لضاعت ولكنك تنفخ في الرماد. Me li me i thirën ato që kanë gjallë do të ndëgjojnë. Mirë po s'ka jetë për ata që i thërët. Edhe zjarit me i frinë ta jep një shkëndi, një lloj drite, një sinjalizim. Mirë bëzari a shujt dhe a bo plun ti me frinë taj që rëndësit e tu. Frinë sot tregoj që ka thonë pejgamberi Allah ti që rëndësit e tu. Se ti ke dalashit fejnë Allah unë e po thëmë. Se fejë Allah është feja letësis. Feja Allah është feja tolerancës. Mirë po ti gjithë shqirë që i baba jotë dhe nana jote këtë vdesin du është mi pos në gjepë. Në veçan ti disa të rojet tona, ka 8.000 euro mi pos në gjepë si dush me voros për ndryshen, s'ja ke pos sinti as të vori as hoxës që e ka obligim fetar me të voros babën tanë, me të voros nënën tanë. Pra ta vleot të ndërshëm jemi në kone që dira, mirë po mos me ndoni se fe Allahut azogjel zhduket, apo fe Allahut fiket, apo nënvlerësot dhe po shtërsot. Ne jemi ata të cilët e humbi jetën tonë. Ne ata që jemi që të humbi ditën kur takomi për Allahut. Për atë komentin e këtja jetës kata dhe vledhët të ndërshëm thonde, Allahu thot Kurani Kerim e kam plotësu fen që s'ka nevoj as gjo fes nuk i mungon me shtu. O atmem tu alejkum niamet. E kam plotësu begatit e mi nda ju që thonë të kata dhe mos me ndoni se i mangësohet diqka fes.
A mendon se ata të shtremtit që dalin mimberin e pejgamberit Allahu të shtremojnë ven? Molla Jupa i Kumanovës, Allah e mëshiroft, e ka thonë një fjallë të artë, thonë të sa hoxha ka hip mimberin e pejgamberit Allahut me përcjell shtafetën edhe porosin e titës, pra për ta shtremu feja, na moj shkreti tha shtremu vet feja ka me drejt. Pra ne ja kena mu shtremu vëlledhët të ndërshëm vet, keme shtremu korrizin tanë, keme shtremu almarin tanë, pra ta këto dukuri negative neve nuk në shfaqen në rastësisht, po në shfaqen vëlledhët të ndërshëm dhe problema që i kemi shoqërore, janë rezultat i shtremimit të fesë Allahut. Na pedojmë një feja, mo jo që shka dojnë Allahut, na që që dojmë. Na dojmë dhe do të ndëshëm që që shohmi një katë lëk, a gjë në reklam që të mosa, mo, kur ti veç shti bosh alabak. Pra do leo të ndërshëm ti, Allahu Azza wa Jall, ke pën të ka që fejnë Allahut Azza wa Jall, që as nuk të ban ti e as nuk ash e modhe, as e vogël për ti, po të ban ashtu si që Allahut ka kriju. Ka se thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, Ela ja'lamu men khalaqa, wa hua latiful khabir. A nuk din Allahu qfar ka krijuan, kurse ati nuk i fshet as një sen thon të kadede, feja plotëso, nuk i mango ka mango as gjonët. Dhe thotë Allahu araditu lekumul islame, jam i kënaqur që fejnë Allahut Azza wa Jall e ka përzjedh islamin si fejë tuaj. Thonë të kata dhe do të thotë që Allahu është razit, keni ju viç musliman dhe teni me islam, kur një gjithnohet me juve. A jemi dakord dhe të ndëshën të jemi nga ato. Allahu Azza wa Jall në bon për tire, për ata thonë të Ibn Kathirin komentin e këtij ajetit, falemderimi të konë Allahut Azza wa Jall, i cili Allahu Azza wa Jall në boni neve që mos kemi nevoj për dë një fet tjetër. Allahu në plotësojnë fen, s'kemi nevoj që të plotësojnë fen ton me do një element të fesë huaj. Dhe falemdojmë Allahun Azza wa Jall që Allahu në dërgoj pejgamberin Allahut, e për Allahu Azza wa Jall në dërgoj vule pejgamberve që s'kemi nevoj për pejgamber tjetër. A nuk është për këti e modhë? Me pas tonë Allahu Azza wa Jall ju mëson e Koranin, të vratin, Injilin dhe Zeburin. Nësë jemi që ka e mësojmë Koranin, e jo tjetër. Pratë Allahu Azza wa Jall neve në rumbullaksoj, në letësoj që të flasë. E disa fjallë o leo të ndërshëm, pse feja Allahut nuk moshtet, edhe pse për këtë tem kam qindëra ligjerata me imbajtën qatë shumë, që cilën kanë ardhen fenë Allahut dhe në përmes gjuhës pejgamberit Allahut, se vetëm fe e vetëmi sistem që ka mundësi të mbjeton dhe ka mundësi nga rësirat njerëzimin të shpëton, është fe Allahut Azza wa Jall, feja islame. Dhe na i sfidojmë të gjithë të cilët tentojnë të na tregojnë se kemi nevojë për dikan tjetër pos Allahun Azza wa Jall, për fenë Allahut dhe sunetin e pejgamberit Allahut. Allahu Azza wa Jall na bon nga pasuesit e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit Allahut, metodologjinë e të parëve tonë, metodologjinë e shokëve të pejgamberit Allahut, të cilët e praktikuan jetën e tyre në atë formë siç pejgamberi Allahut i mësoi, pra çdo sen sunet që na ka mësuar pejgamberi Allahut të bënë. Mos u ban ti neglizhent, se ka se Allahu që i futët në tregon Kurani Kerim, thot felemma zagu e zagë Allahu kulubehum, kur ata i shtinën hile fesë Allahut, Allahu ja lajthiti, ja devijoj zemrët. Këta se bebaj për shkak se nëse kena det. Dire qatë namaz për akshamit, të na nuk i falmi, për shkak se kena det. A muhabeti na e kena det. A nuk e dini shkreti se që do të dire qatë janë matë madhërishme, nuk ka sahabi që ka qëndru në gjamin e pejgamberit Allahut dhe mes ezamit dhe i kametit disunet para akshamit nuk i kalon as një prej tyre. Bire ka pretendu se duaja që pranohet masë shumë ti ashtë në sejtë në këti dreqate. Pse i len? Për çkak se baba jam nuk i ka bon regull, a i si ka bon se si ka dit. Toj sot pidi, pindëgjon, apet më shumë muhabet se sa vledhët të ndërshëm sunet. Po edhe nëse nuk falë bëndua, ka dho pejgamberi Allahut mes izanit dhe i kametit, ashe pranuar duaja. A nuk ke as një kërkes? A nuk ke as një lugje? As nuk ke do një ankes që pra qitë zotit tënë?
se nuk e merë sunetin e pejgamberit tanë. Vëllezër të ndershëm, ju kam njoftu juve se 4 rekat sunet njeriu që i falë dhe ka i praktikon në ta 500 deri 600 sunete. Ka dhëtë se vape së bojnë këto. Para të flasë që në vlerën e 2 rekat, para se të flasë dererën e 2 rekat, që ka thë pejgamberi Allah, 2 rekat sunet sabahut është ma me vlerë se dunjoja dhe çka kanë ta, ka mundësi këto 2 rekat bojnë shkak me çpëtu në ahiret. Allahu na bëft nga pasuesit e pejgamberit. Allahu do aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pse feja Allahut Azza wa Jall nuk shuhet dhe nuk mposhtet vëllezër të ndershëm, nga se feja Allahut ka ardhur që t'i liron njerëzit nga robërimi njëri tjetrit dhe t'i banë rob vetëm Zotit të tyre. Para ta ka qenë një sahabi i quajtur Ribi ibn Amir. Dhe ndëgjoni me vëmendje këtë të cilët do ta flas tash, nëse këtë xhumo e mini këtë mesazh është i mjaftueshëm inshallah për ju. Duke pas parasysh se ju që qëndroni ulët dhe ndëgjoni, e keni sevapin më të madh që namazin që e bani mas. Për shkak se kjo është namaz që qëndroni ulur, po është asaj vëllezër të ndershëm dëgjimi hitbes është vajib, se mos po paskon hitbet e xhumos na kishmi me vëllezër të ndershëm pa fe. Para pejgamberi Allahut ishte duke ligjeru dhe erë një karavan kohën e skamjes, erë një karavan prej Shami dhe ato ishin duke ndëgjuan karavanin Ungaretën, metën me pejgamberin Allahut vetëm 12 sahabi, Ebu Bekri dhe Omeri. A di çka tha pejgamberi Allahut? Elhamdulillah që se Ungaretët edhe ju, elhamdulillah që banët sabër ju, me u pas ngrit edhe ju vëllezër të ndershëm. Allahu Azza wa Jall kishu një lum zjarri në Medinë që na kishte gjej krejtëve. Alhamdulillah që kemi disa njerëz që ende dëshirojnë të ndëgjojnë fjalën Allahut, ndërsa ata të cilët dëshirojnë që t'ja bojnë adet xhumojes edhe hikin në për fshatra vetëm për shkak se shkurt, hoxhafeni shkurt dimnit se ftoft, hoxhafeni verës shkurt se nxet. Pra vëllezër të ndershëm, këto sigurisht kanë mundëse ma shumë në dunjaku të shkojnë, nga se ka thonë Allahu Azza wa Jall zjarri i xhenemit është më i ndet. Pra ata hitbe e xhumos a një ndër ligjeratat më të vëndshme, më të ndershme. Nuk ka bon njeri u sevap në këtë dunja ma shumë se sa me ndëgjoni hitbe. Nëse vetëm ardha jote para hoxhës këtu vëllezër të ndershëm afër minberit e ke sevapin sa një deve sadaka me dhon, apo sa një lop, apo sa një del, çka mendon me ndëgju. Para ata e kanë parasysh se unë zgjati para ankeset e mëdhaja, se zgjatja më thuaj se unë jam të fol diçka për veten time, se katë që e flas e di për vetë. Mirë, po unë po e përcelli mesazhin e pejgamberit Allahut dhe na pe zgjatmi se gjatë javës nuk ja shoh misit thuaj se pjesës dërmuese. Me bojnë ders i kije 10 deri 15 veta. Ku janë këto njerëz? Janë për kafiqe, janë në për kafe, janë në për fushata, janë në për shtaba. Në shtab ka sabër 5.5 orë me qëndëru, ndërsa një legjerat s'ka mundësi me ndëgju. Ka sabër që një ndeshjet futbalit me qëndëru, bile aj demoralizohet, se zgjatë bedhe pak, që me të kishin qenë penollat i shifshmi. E pas taj shkojnë kafe për asaj, 3 orë e kanë komentu. Jo kjo ekip ka me fitu jo qetra, 5 orë për matë, e pove. A i cili këpton me ndojshmi, para golit qërë. E shutoj, stativ, jashtë, hini në pësaj. Komente ndryshme që as Messi, as Ronaldos, as atinve që paguen me minuta, nuk i ka shku ndërmen komentet të cilët e kanë shqiptar. Para të leo të ndërshëm, e bona dikon një shkrim kush i degradoj shqiptar, të cilët si dil shtjati si hoq, 80 apo 90% ma i shpari të ashoj nonën edhe babën. Kur s'ka po? Kur s'ka ndëgju, kur nuk ka ndalë me ndëgju, këta vetë shqiptarët e bojnë. Para ata vëllezër të ndershëm për fat e keq. Na dhe kur të lojmë me lavderu, dikani thojmë, e po be thivi sa i zgjut. Do thot që edhe ati e shaj. Ne je në umet që nuk dojmë me mësu
nuk doj me ndëgju. Prit marashaj në fund, pse beshaj në fillim. Para të si do qovë leo të ndësh. Ribi ibn Amir, shkoj që ta qliroj e Persin, shkoj mrini amen në Afganistan. Në tokat e Persis, kur arritit, u balavacu dhe u taku me një komandant të asaj kohë që i qujtë në Rustem. Dhe Rustemi për i thotë, Ribi ibn Amir, që u qutë pesh, për e arabët kur kush e sapë të ka bo. Që i një që mëra pesh, që i një të bo mëra mirë, kini konën, kini adhërua një idhuj, i kini maru me dur të juve, që i një që pesh, të kështu kemi qenë. Mje për Allah në ka ndëru me një fe dhe në ka dërgu me një pejgamber, edhe? Ki pejgamber tha në ka mësu, në ka ardhë neve që me i qliru njerëz nga robërimi njëri qetërit dhe me i bërë ropë të Allahut dhe me i qliru njerëzit nga kushësia e dunjas në gjerësi në saj. Pra le të ndërshëm se feja Allahut azza wa jall mbijeton, e di përse? Feja Allahut azza wa jall mbijeton nga se lirin të plot e kanë vetëm besimtar. Nuk i tutën as kujt vetëm Allahut, nuk shpresojnë për as kujt vetëm Allahut, nuk bojnë kërkesë dhe ankesë vetëm tek Allahu. Janë ata të cilët e kanë zemrën me një adresë, ndërsa ti sa adresa i kje. S'po dijen në parazgjedhve me të cilën partitit bona. Vleni be gjithë për ardhe ashtë, më po thojnë si zore ka. A dal në tonë, a dal kiton. Atë ba me të bona me ketë, atë bona me atë. Pra leo të ndërsh, zemrën e shpërndan, ngjenja të ndërishme, me gjitha ta Allahu azza wa jall të lidhu me Zotin tanë. Ajtë mjafton ti, ajtë të përzgjedh më të mirën tonë që të banë. Ajë është i cili është që të lartëson, ajë është që të furnizon, ajë që të ka dhuru jetë, ajë që mbikëqir jetën tonë, ajë që të rregullon fëmijët e tu, ajë që të raton shpirtin dhe zemrën tonë, ajë cili të pranon edhe ajë që të gradon, ajë cili të jep xhennetin Allahut azza wa jall. Për atë Khalid ibn Walidi tha, sërë që bishna me fletë e shifna një ondër qutë. Qëfar ondra në shqiptarë shohë mi tu qutë? Plët ondra në shohë mi qutë. Shef vetën miljarder edhe i shtrim shtratë në ditët qutë. Këtë bona që kaqë, do i kam shti do kriptovalute në të hipa, mo ki trombi në boni horë, amo ka fundi vitit do të hipin ato, e si tipin ato unë i kam 10 euro me një kond, edhe 10 qera, këto si të bon ka 100.000 euro, mas pari ka me ble një kërë që një plasi kojshit, e pas taj ka me nreq një pallat, edhe a gjenë majet mali që kur të shkojnë ta, vetëm për i notit dhe të thoj njerëzit, e pas taj nusën që ka me morën, ka me vesh kejt me dukat me altan t'i pëlsas edhe kejt nusët e mahallës, pas taj ka me bon, kur dale i shkereti, kjo kishte mbyllën a kondjet. Kja në ondra e quta, Khalid ibn Walidi, ja Khalid, qëfala ondra e shifshet i para se me flet, tha kjo ondra më ka shqetsu gjithë gjasën flisha. Tha sërë që i bish në gjumë me flet, tha e shif në gjennetin Allah, e shif në si me qenë gjennet, edhe la këmojsh në qemë për një men gjennet, u qojsh në dhe banjsh në betej dhe rezistojsh në për din Allah. E ka pa në ondër dikush gjennet, e ka pa dikush pejgamber. Njoni kishton kam qenë me po pejgamber në akadin një recept. Pra ta njoni thët, ka mundësi, ka recept. Mirë po tha, do është me angër një emek, qa e krip e gjelbozur shumë, be me fletë të shërë pejgamber në Allah. Dhe kur be me fletë ki kejtë në për ujnë, në për karoj, në për bronë, në për penda, kur vend të hoqë, Allah thët qka pave, thësh i pash ujnë. Po që ata e do, që ata e shef. Atë që e do, atë që e shef. Pa joni thë bujnë s'po mlonë, herë më qesin për najtë, herë më jepin të përpjetë, herë të me ekin shkallë, herë me krije, herë me komë, po ti me ata jeton ditë. Pra ata thot kur vëqona ma i lonë se ka mëra. Pra vleo të ndërshëm si Allahu azza wa jall në ka qliru neve nga robrimi njëri qetërit, dhe si jemi të robrum ndaj njëri qetërit. Me këtë pe përfundoj se kam fjallë shumë me thonë, per umbullaksoj vleo të ndërshëm në dëgjonim. Drejtësia Allahut absolute i cili ka thonë ligjë dhenjen unë e japë. Pse i arabë, se s'në love ne? Ta për shkak se ju ku të shkoni në parlament dhe të ullë një agje, jeni të ndikuar me rëthonët e juaja, ka mundësi që ju që i nëzërni ligjet të bani pa drejtësi, ndaj popullit për ata nuk po du unë që t'i faj ju,
të jeni shkaktar që t'i bani pa drejtësi atinve popujve që s'keni jetu në mesin e tyre. Se keni pa shqiptar që cilës kanë dalën prej vendit vet, vatanit vet, edhe mendon se kej dunjoja janë shqiptar. Si kur Enver Hoxha që i ka bin popullin e vetë se shteti më i civilizuar dhe më i përparuar në botë ishte Shqipëria. Shteti më superfuqi në kohën e Enverit ishte Shqipëria. Kur dollën shkrete ponë se 1500 vetë për mas kishin metë. Pra Allahu të ndershëm ka thonë ligjdhënien Allahu e ka bërë për sepër. One për shkak se unë e di se çka i përshtatet njerëzve dhe kjo fe ka ardhur absolute për çdo vend, për çdo kom, çdo rac, nuk bën dallim as racën, as kombin, as ngjyrën, as nacionalitetin, as. Unë thotë ka më përcipër. Ndërsa në aspektin e gjykimit ka thonë edhe unë për shkak se ka mundësi të ndikon epshi, ka mundësi të ndikon korrupsioni, edhe mungon drejtësia. Këtë ka marrë përcipër e kush janë ata të cilët ja shpjegojnë njerëzve atë që ka thonë Allahu thanë hoxhallarët. Pra mediat islame janë hoxhallarët. E kuptove pse Gjumona i boni fars, nga se ai që e një fen duhet të flet. E pushtetarët ta e zbatojnë atë të cilën e thojnë hoxhallarët. Ndërsa vëllezër të ndershëm ne u liruam këtë formë dhe u banëm rob të Allahut, ndërsa kohën bashkohore ligjdhënien parlamentin kush e kanë qeveritarët. Po gjykatën ato. Po mediat gjithashtu ato kemi nderin se nuk e lën kërkan. Po kush i zbaton ato? Na çka jemi? Na jemi aqole, rob të atinve. Çka thojnë ato? Kush të vetë me ty? Kush të pyet me ty? Katër vetë vish dvesmi, edhe ata vëllezër të ndershëm si thonë te Molla Jakubi, 6 vetë të marrë mu mbledhen, edhe një njeri intelektual mu bashku këto në sistemin demokratik cëli e mund cëllin. 6 të marrë pa shkolla në alfabeta i kena dhe një me shkollë, cëli e mund. Ha? 6 se janë ma shumë, kokat janë që numërohen. Ndërsa fejnë Allahu Azza wa Jall, ani sistem që Allahu Azza wa Jall e ka parapas si i ban këti ometi dhe më tregohet një xhamati Molla Jakubit, kur një nati kishin hi policia Molla Jakubit ora 10 natës. Ishte qenë një komandit këto i bedinjës tonë kojshi. Në atë kohë kishtë qenë. Dhe kishë bora ora 10 natës, Molla Jakubi e pyta ta thët, a ki kribe dhe një shkollë ti? Tha po, tha dhe unë. Tha ndëgjo. Tha ata që në kanë pru neve ditë notës mura spravit në të ditë, thot janë ata ngelovqa që janë të fletë. I ato flenë në raspravit mi diturit notën, kjo është duke në ndodhë ledhët të ndërshëm në manirë të përgjithshme umetit që njerëz e pa ditur janë që në padesin, ndërsa njerëz e ditur janë që neglizhon dhe lijen pas dore, mirë po mos me ndoni se kjo zgjat për gjithmonë, ndryshime dhe ledhët të ndërshëm janë prej anës Allahut dhe unë po dhe dhbove oblikoj më nga ta jetë që thotë Allahu Azza wa Jall, idha aradna nuhlike qarjeten e mërna mutrafiha fe feseku fiha. Thot ne kur dojmë me shfaros një popull, krerat e tyre pushtetarët e tyre qeveritarët e tyre elitën e lartë e tyre e urnojmë, qka i arab? I urnojmë që të bojmë drejtësi, mirë pa të nuk bojmë drejtësi, bojmë zullum. E atër Allahu Azza wa Jall tha ne e shkatërojmë ata që kanë heshtën ndaj tyre dhe ato që ja kanë pjesë mërë të zullumit. Allahu Azza wa Jall na bon për atinve që nuk heshmi ndaj pa drejtësis, na bon të Allahu Azza wa Jall pasues dhe dashamir të drejtësis. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.